Në ndërkohë që, nga ana tjetër, arsyeja pse unë them që duhet një shumicë domethënëse, është po ashtu e thjeshtë. Nuk është rastësi fare, përkundrazi, dhe nuk është thjesht për këtu, dhe për këtë do të na votojnë ne në 11 maj, po është edhe për ata në Bruksel. Kur e fjala e fushatës sonë, imazhi i fushatës sonë, ndërthurja e ngjyrave dhe e flamujve si kartë vizite e fushatës sonë. Sepse ne po bëjmë një rrugë dhe dy punë. Patjetër. Po japim një mesazh të qartë shqiptarëve, po japim një mesazh Brukselit. Po përpiqem të japim një mesazh Brukselit duke shpresuar dhe besuar që shqiptarët do ta mbështesin këtë mesazh. Dhe në 11 maj Brukseli do të marrë mesazhe shumë të qartë që një shumicë përtej shumicës thjesht aritmetike partijake kërkon antarësimin. Tani është një mesazh që shqiptarët mund ta japin. Nuk bëhet kollaj dot, në mos nuk bëhet dot fare në një vend tjetër, një fushat e një force në qeveri me flamujën e BE-s, për një arsye. Gjërat po ndryshojnë, BE-ja po fiton shumë popularitet brenda BE-s për shkaqe të sigurisë, të nevojës për siguri, por nuk bëhet shumë kollaj. Dhe mesazhi duhet jetë shumë i qartë. Ne shqiptarët, ne populli shqiptar, ne qytetarët e Shqipërisë, duam të hyjmë në BE tani. Dhe me këtë mandat, me këtë mesazh, unë dhe ne, qeveria, do të shkojmë dhe do të kemi një argument shumë të fortë më shumë për të nxitur procesin.